kryeprokurorit të shtetit? Faleminderit shumë. Po, si që keni po dhe agendën, të honën do t'jetë në randite fillimisht miratimi rregullorës që ndryshon dhe plotson rregullorën bazë të vitit 2024 dhe me pastaj me të vazhdu me pika tjera që është edhe shpallja për këtë pozitë. Kur flasim për këtë proces jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm, që nga viti 2022, opinioni publik shumë çështje e dinë sigurisht, po edhe shumë tjera ndoshta sonte do të është mirë ne me shpalos këto. Jo e dini, krejt në fund, para disa dite, ne kemi marrë një letër realisht nga presidenti në detyrë dhe një të kohë ne jemi njoftuar me një letër që është adresuar nga zoti Qalaj, për cilën anëtarët e Këshillit në janar të këtij viti nuk kishin qenë një djeni për këtë letër dhe rrjedhimisht tu përfundon ai ping-pongu mes Këshillit Kryal dhe presidentes për shënu kështu atë le të themi fundin e një procesi të stërgjatur shumë të kritikuar nga partnerët ndërkombëtar dhe shoqëria civile. A mund të na shpjegosh çfarë është kjo letër që po thëni që e ka shkruar zoti Qalaj, kujt ja ka shkruar, çka ka shkruar? Zoti Qalaj me 26 shkurt nëse mbaj mend mirë datën, i ka adresuar një letër presidentes. Në emër të Këshillit? Jo, është në emër të tij personal. Mirë, po nuk duhet me harru një fakt të ushtruesit e detyres kryeprokurorit të shtetit është një anëtar ex officio në Këshill, është një në mesin e të barabartëve dhe rrjedhimisht nuk është dashur të bëjë kësi komunikimi, megjithatë situata çfarë është ka ndodhur dhe ne tash jemi para një procesi për cilën me 19 shkurt kur jam zgjedh kryesuesi i komisionit për çështën normative, kemi premtuar që shumë shpejt do të ndërmarrim veprimet për të siguruar një bazë ligjore efektive që siguron një proces me integritet, meritokraci dhe rrjedhimisht që përshtatet me ndryshimet e fundit ligjore që kanë ndodhur. Do të flasim me siguri për përmbajtjen e kësaj rregullore, por letra nëse po thuhet që pretendohet që ka pas shkelje nga zotri Qalaj, është Këshilli Prokurorial ai që mund përgjegjës për shkeljet eventuale. A keni më shurtuar dhe mundësinë potencialisht nëse veç vlerësoni që ka pas shkelje nga zotri Qalaj? Ne do diskutojmë brenda Këshillit, nuk e di tash më në këtë fazë cila është relevanca e kësaj letre. Për më tepër kemi procese shumë më të rëndësishme, që është miratimi rregullorës dhe shpallja e konkursit. Do të shohim, unë personalisht kam kërkuar që një të trajtohet në Këshill, mirë po me qenë se jam edhe kryesuesi i Komisionit për çështje normative, unë të honën do të fokusohem kryesisht në argumentimin e ndryshimeve që kanë ndodhur në rregullorët i paraqesatu dhe në mos të mirëm në këtë fazë po me këtë letër. Megjithatë, nëse Këshilli e vlerëson të nevojshme që diskutohet, ne jemi të hapur për me diskutu. Edhe një çështje thatë që keni planuar edhe një letër nga ushtruesja e detyrës së presidentes. Për çfarë bëhet fjalë? Pikërisht bëhet fjalë për këtë letër që ka pranuar fillimisht komunikim të zotit Qalaj në presidencë, për cilën na ka njoftuar që e kom gjetë këtë letër në zyrën e presidentes dhe rrjedhimisht na ka njoftuar me përmbajtjen e saj dhe po ashtu ka shprehur mbështetjen le të themi kështu për bërjen e re të Këshillit për të adresuar çështjet e buxhetit, sfida të tjera që përballet sistemi prokural dhe në një kohë mbajmë një fjali ato thotë për institucionin e presidentit kjo çështje konsiderohet e përfunduar. Pra, konsiderohet e përfunduar dhe kjo ka qenë një sinjal për ju që të vazhdoni edhe ta trajtoni në rregullorën për të paraprirë edhe konkursit për kryeprokuror të ri të shtetit. Jo, sepse ne, siç e dini, na kemi filluar që në momentin me 16 mars, kur është konstituar Këshilli i ri, rrjedhimisht nesër bëhen 2 muaj kur jemi konstituar si Këshill, ne me një dinamikë jashtëzakonisht të madhe kemi filluar dhe i kemi qas problemeve të cilët i kemi trashëguar në Këshill. Dhe menjëherë ne kemi filluar ndryshimet e rregullorës sepse kanë qenë jashtëzakonisht nevojshme ndryshimet e rregullorës për të përshtatur me ndryshimet ligjore. Ne nuk e kemi prit këtë komunikim dhe nuk e kemi ditë këtë komunikim, sepse asnjë nga anëtarët e Këshillit nuk ka qenë e djeni për këtë letër, dhe rrjedhimisht kur kjo letër është kthy, relevanca e saj ka qenë zero. Zoti Smakiqi, çu keni po këtë proces për zgjedhjen e kryeprokurorit, sepse i kemi 4 vite që janë duke kaluar me ushtrues detyre. Po, pra, du t'ja rizmat të këtha e ju që ka met Kosova pa kryeprokuror, pra shkaktari kryesor ka qenë ndërhyrja politike e Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit, kur në mënyrë më të paprecedent në historinë e Republikës Kosovës pas shpalljes pavarësisë,
ajo presidentja u instrumentalizuar nga Albin Kurti dhe nuk e dekretoi rekomandimin e ish-këshillit prokurorial për Blerim Jusufin, i cili kishte fituar me një konkurs dhe në bazë të kompetencave që i ka Këshilli Prokurorial, ndërsa kaluan 4 vite dhe nuk kemi një prokuror apo nuk kemi dekretim të Blerim Jusufit, por më shqetësoi fakti i çka tha zoti Krasniqi, që një Këshill Prokurorial që ka integritet dhe pavarësi, e para nuk e ka shefe Presidenti i Republikës Kosovës. Nuk lejohet me kushtetut. Presidenti i Republikës Kosovës ka vetëm një kompetencë formale për të aprovuar një rekomandim të Këshillit, qoftë për zgjedhjen e kryeprokurorit, qoftë prokurorëve ose prokurorëve tjerë. Pra, mendoj që një Këshill Prokurorial i pavarur, bashkë kur ka një presidente që i shkruan letra, kur kemi një ndërhyrje politike direkte nga një kryeministër, nga një qeveri që i etiketon prokurorët, bashkë në këtë fazë konsideroj që duhet të shtyhet dhe të mos shpallet konkursi për kryeprokuror të shtetit për të treguar ky këshill i ri integritet dhe pavarësi që mos jetë në ndikime politike. Pra ngutia për ta shpallur një konkurs nënkupton ndërhyrje direkte politike në punë të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ndërsa nuk e kontestoj nevojën për ndryshimin e rregullorës për ta përshtatur me ndryshimin në plotësimin të ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, por e kontestoj dhe është besimi i publikit do të zbehet edhe më tutje kur një presidente i shkruan Këshillit se për mua çështja është e përfunduar për ish për zgjedhjen e kryeprokurorit Blerim Jusufi, kur kjo kompetencë takon ekskluzivisht vetëm Këshillit. Dhe si mund ta shpall Këshilli Prokurorial i Kosovës një konkurs kur rekomandimi i Këshillit Prokurorial është në fuqi? Pra, duhet Këshilli Prokurorial ta shqyrtoj edhe një herë rekomandimin për Blerim Jusufin, a mund ta shfuqizoj dhe cilat janë arsyet që ta shfuqizoj, sepse ai është mbetet në fuqi për shkak të refuzimit të ish-presidentes Osmani për ta dekretuar. Ta marrim një përgjigje nga zoti Krasniqi në lidhje me këtë që Ju nuk e thash që Këshilli mbaret nga komunikimi me presidentin, vetëm duhet e sqarova mjaftueshëm qartë që as presidenti është ushtruese e detyrës. Çështën e një konkursi unë e kam gjetur në Këshill kur kam marrë në vitin 2024 dhe ky ping-pongu nuk ka qenë një krijesë e re dhe nuk ka qenë një shpikje e kësaj përbërje që po flasëm tash, për cilën ti nuk mund me thonë që ka ose s'ka integritet, sepse kërkesa e partnerëve ndërkombëtarë shoqërisë civile është tash 4 vjet me i adresu vrejtjet e partnerëve ndërkombëtarë dhe shoqërisë civile. Dhe tani gjatë debatit unë do të argumentoj pse kanë qenë të arsyetuara dhe të argumentuara vrejtjet e shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtar. Ka qenë pikërisht përbërja e Këshillit, të cilat kanë bërë shkelje në proces. Dhe asnjëherë, në asnjë fazë nuk është kontestuar emri i përveçëm. Është kontestuar procesi. Dhe ky proces ka qenë i kontaminuar me plot shkelje. Dhe u dashën 4 vjet me ardhur një këshill tjetër për me korrigju gabimet e një këshilli paraprak i cili lehtësisht ka mujt me adresu këtë vrejtje. Kreta në rregull, se po gut në konkursi nuk e di. Se po gut nëse po pajtohet që duhet me bë procesin me përmirësu. A është ngotit më pas 4 vjetë me rishpall konkursi? Jo me të shkruaj presidenti letër me të thonë unë konsideroj të përfunduar me çështjen e Blerim Jusufit, jo me të hanën në mbledhje me shpall konkursin, ju po e shihni se shefe për presidentin. Nuk ka qenë komunikim e papranueshme për mua si avokat, një Këshill Prokurorial të ndikohet nga një letër e ushtruesës presidentit. Një Këshill Prokurorial çfarë është? Madje është edhe është dënuar kështu si person ka vepra penale. Ne po i komentojmë vetëm pak. Ne po i komentojmë veprimet interinstitucionale, nuk duhet me harru një çështje. Jo vetëm po do me të vetë çka çaj ka shkruar Çola presidenti se s'na kallëzova. Nuk e di, është publike besoj e letër sepse e kanë kompozuar. Do në debat zot Nika Zona çaj ka thonë Çola, ai u kanë nështruar, çka ka ndodhur me atë letër që i ka thonë presidenti se po më shqetëson shumë ky lajm. Ke mujt me marr me lexu letrën para se marr këtu dhe nuk po më duket shumë relevante me diskutu për letrën e Çolës. Ajo është me rëndësi për qytetarët. Është sepse është nevojë emergjente që vendi të ketë kryeprokuror shteti. Ne do të sigurohemi që nuk është emergjente, s'ka që 4 vjet të shtojmë argumentimin deri në fund. Përshtasim fillimisht ndryshimet e reja ligjore që të sigurojmë një proces të lehtëshëm, meritor dhe transparent. Kjo është qëllimi që ne aspirojmë dhe këtë këto veprime që kemi bërë deri tash, i kemi bërë në koordinim me partnerë ndërkombëtar dhe shoqërinë civile.